Dashuria sot vjen shpejt. Vjen si një interes i ndezur pa kuptuar realisht pse. Mirë po në të njëjtën kohë, aq sa vjen shpejt edhe zhduket shpejt. Thjesht zhduket. Jemi mësuar me gjithçka të menjëhershme, me njerëz që nuk njihen vetëm rrjete sociale e me mesazhe që përfundojnë vetëm me sin, biseda të cilat përfundojnë aty e nuk jepet më shumë hapësirë për të kuptuar realisht se çfarë po ndodh. Në fakt nuk po i lëmë as ndjenjat të rriten. Ato po rriten vetëm për pak kohë e po përfundojnë të tilla. Shumë njerëz largohen pikërisht atëherë kur fillojnë të afroheni. Atëherë kur fillojnë të rriten ndjenjat, e si duket këto ndjenja i kanë frikë dhe për këtë arsye ata edhe largohen. Sikur i largohen ndjenjes së përgjithësisë, sepse e dim se raste të tilla e ndjenja të tilla kërkojnë përkushtim e edhe durim. Në vend që të flasim e të zgjedhim problemin përmes njësinë, atëherë përfundon gjithçka. Si duket kemi frikë të përballemi sy me sy e të kërkojmë llogari për gjendjen në të cilën jemi. E ky rast, në fakt, vazhdon të rritet dita ditës. Dashuria është ajo fjali e cila gjithmonë përfundon me presje. Dashuria është lumturi, presje. Dashuria është paqe, presje. Harmoni, presje. Gëzim, presje. Përmbushje, presje. Secili njeri e përjeton dashurinë në një formë të vetën. Edhe ajo është një fjalë, një presje. Aq sa ka njerëz, aq ka përjetime për kufizimin e dashurisë. Edhe unë e pëlqej këtë kur them se është një manifestim i natyrës në formën e vet më të egër, domethënë që nuk mund zbutet, e cila thjesht nuk ka pikë. Sepse njeriu gjithmonë zbulon horizonte të reja të dashurisë, mënyrën se si e përjeton dashurinë. Për dikë është hidrim. Për dikë është sigur është një fjali një këngë shumë e bukur, Noir et Blanc në francezë, që thotë e bardha dhe e zeza, harmonia e të kundërtave. Dashuria është në gjendje mi përmbledh të gjitha, një ditë të djegë, të nesërmen të ngrit, domethënë çanaja, renin veten që po fluturon. Kështu që unë kam heqë dorë nga përpjekja që ta përkufizoj dashurinë, thjesht e pranoj ashtu si është. Si trajtohet. Po. Si çdo gjë tjetër me vlerë, trajtohet, A është gjë e më rëndësishme? Nuk ka gjë më të rëndësishme se dashuria në jetë. Edhe Perëndia, tash jemi në muajin e Ramazanit, edhe Perëndia, Zoti i Madh, dëshiron më shumë që të njihet nëpërmjet dashurisë që ka për njerëzimin, që e ka për krejt universin. Ndërsa ne çfarë bëjmë njerëzit e trajtojmë siç ka, domethënë punë fëmijësh, adoleshentë, gjimnazit. Ne nuk e din që ti mund të jesh milioner, mund të jesh kush e di se kush, por nëse nuk ke këtë qetësinë shpirtërore që të jep dashuria, ti je thjesht i zbrazët. Kështu që nuk duhet me trajtu si e trajtojmë, por duhet me trajtu si gjën më të vlefshme, e cila është qelsi i lumturisë. Dashuria është qelsi i lumturisë në njeriu. Nuk janë parat, nuk është karriera, nuk janë gjitha. Ti bën parë, s'ki me kaj harxhon, ke pozicë, s'ke kuj me ishit men. Ti mund ta kesh këtë botën audiencë, po si ka thonë Aleksandri për princeshën Roxana, unë e pushtova botën, po ajo më pushtoi mua. Ja, dashuria nuk shihet si fast, po shihen këto dashuriçkat. Domethënë lidhjet, raportet, unë për atë them jo çdo lidhje është dashuri. Shumë të në raste pjesa e konsiderueshme e lidhjeve nuk janë dashuri fare, sepse aty njëri gënjen. Apo më don po. Ç'i më thon jo? Por nuk do më thonë që të dytë janë të... Kështu që, duke marrë parasysh këtë, krijohet kjo përshtypja që hajse s'është gjë. Këto janë menaxhimi i lidhjes, menaxhimi i raporteve është artë. Më shpia marrë dorën ati muhabeti. Ndërsa dashuria është krejt diçka tjetër. Njerëzit që bin dashuri tamam me dy kamë të aty, ata e hupin kontrollën. Jo në kuptimin që bën tegër, po e hup kontrollën mbi gjonat që do të thotë janë shumë të rëndësishme për të. Thotë senet që si kisha bë kurrë, thotë i baj për ty. Kjo fuqia e dashurisë, ti e keni listë seneve që s'kemi bë kurrë. Pikërisht ato i bën. Me popullin më romantik që ekziston në Evropë. Nuk, po shikoje këngët popullore tona të vjetra, këtë janë për dashni. Gjithë janë për dashni. Ka shumë pak këngë kështu për trimnie, për gjëra, ato këngë që i këndojmë për qefit e pisan, janë këngë për dashni.
Ne jemi popull shumë... Unë mendoj që kjo prirje jona që t'jemi kështu stihik, romantik, në atë formën tonë arkaike, si ka qenë, edhe na ka mojtë si popull. Na ka ndihmu mi përballu vështirësitë e jetës. Darja unë mendoj që gjëja duhet trajtu si gjëja më normale e mundshme. Palumturia është një barë shumë e rëndë. Edhe njerëzit janë shumë palumtur, ka në qift, ka njëri për partnerë, më tjetë shumë i palumtur dhe vazhdon tjetë pengi asaj lidhje, martes, fejes, një lidhje që zgjat me vite, s'është me rëndësi. Po ajo vjen një pikë kur është e ndinë që është i palumtur. Edhe palumturia është peng shumë i madh. Palumturia shkakton stres, shkakton nervoz, shkakton depresion, agresivitet, qoftë ndaj tjerëve, qoftë ndaj vetes, kështu që ndarjen duhet me kuptu si gjën më normale, ndonjëherë është çlirim. Domethënë çlirim për të dy. Edhe për personin që don aty shumë, se njëri e ka humb dashurinë ose s'e ka pas kurrë, është çlirim edhe për të, se s'pak po e din si është situata. Nuk mon shpresa të rreme. Ti mund të ndarja, lidhja, nuk kanë, jo domosdoshmërisht vinë nga dashuria. Njerëzit mund të lidhen në një raport për kush e di sa arsye, unë dama, hupi dashuri. Ku pe din ti që ka pas dashuri? Kështu që nëse i shikojmë si çifte, ndarja është vjen më shumë shprehje, kjo për arsye sepse sot njerëzit janë më të lirë. Nuk njihen më peng, na kanë pa bashkë. Për shembull, para 20-30 vite kanë pa bashkë me dikën, u ky ajo punë, domosdoshmë se ka qenë presioni social, ka qenë shumë i madh. Sot njerëzit janë më të lirë. Lidhen, ndahen, shkojnë, por kur dashurohen, për i vërteti, ndamja nuk është gjë e shpejtë, është slow motion epizode, sepse pesha dashurisë nuk të lën ty me marr vendime shpejta. Ti mund të thosh, unë ndava. Nesër më gjesë është dashuria e ka këtë fuqi. Edhe ndërsa kur ti s'ke ndjenja për personit, ndash aty vazhdo jetën, si kur gjë s'ka ndodhur. E dashuria në shumë raste po flitet të jetë si diçka shumë e shpejtë. Diçka që mirët atëherë kur ka nevojë, e lihet atëherë kur nuk duhet. Lidhjet pa përgjithësi po shndrohen në një normalitet shoqëror. E si duket sot të gjithë po ja kanë frikën të qenurit të dashuruar. E në fakt, si po qëndron e vërteta? A kemi frikë nga dashuria apo nga përgjithësia që ajo kërkon?